Vuçës. Çfarë diskutime kishte dhe si u pritën? Po them drejtën, pritja është shumë e mirë, ndoshta ishte pak ditë edhe të zgjatur për demokratë, ishte edhe takimi i gjatë i zotit Berisha, po besoj që ishte një takim shumë i mirë me pjesëmarrje të kënaqshme dhe ajo çfarë vlen për të përmend një pjesë mirë degëve të Partisë Demokratike ka cilësinë atë që debatohet edhe diskutohet. Dhe kjo është për të vlerësuar në Korçë. Cila ishte problematika kryesore që ngritën ata gjatë mbledhjes së sotme? Gjithmonë dy problematika ka. Problematika e parë është se si Partia Demokratike mund të përmirësohet dhe si mund të rimodelohet për një rritjen e besueshmërisë në elektorat dhe në përballjen e ardhshme elektorale, dhe e dyta është analiza e këtij sistemi dhe rrugë se si mund dalim se si mund ta zhbëjmë këtë sistem që ka ndërtuar Edi Rama, këtë sistem mafioz oligarkik. Këto janë dy temat edhe dy dilemat që ne na mundojnë si Parti Demokratike. Cila është rruga, rrëzimin e këtij sistemi dhe si mund ta përmirësojmë veten për të krijuar besim. Pritshmëria juaj në zgjedhjet e të dielës. Shis pari për mua është rëndësi që të vazhdoj linjën time politike, kuptohet sepse edhe besueshmërinë unë e kërkoj duke pas për referencë pikërisht ato çfarë unë kam artikuluar, jo vetëm në këtë fushat, po kam artikuluar për një kohë mbi 5 vjeçare. Dhe në qoftë se idet bëhen pjesë, kjo është fitoria e parë. Dhe e dyta, rezultati i datës 22 ka të bëjë me shumë komponent. Ka të bëjë me faktin sepse sa e mundur është nga ana ime që të mbritet gjithë demokratët, gjë që është e vështirë edhe për shkak të rregullave të lojës që nuk kanë qenë rregulla shumë korrekt dhe rregulla që t'japin mundësinë për të shkuar edhe për të biseduar me gjithë demokratët. Kështu që po unë shpresoj që do kem një mbështetje të kënaqshme. Çfarë nuk ka penguar konkretisht që të takojnë të gjithë demokratët? Koha, nuk ka kohë për të shkuar, sepse koha ishte 12 dhjetore. Do të thënë në 11 dhjetor do të thënë kërkuam që të rrëzojmë një modelin dhe erzu, modelin Basha, i cili nuk jep të kohën e mjaftueshme për të realizuar një fushatë elektorale. Dhe në 13 qershor kjo është problematika më e madhe. Dhe këtë problematikë unë e kam prapë. Po kjo nuk do të thotë që njerëz si puna jonë që janë mësuar me këtë lloj vështirësisë tërhiqen edhe mos përballen me këto gjëra. Faleminderit. Shumë faleminderit.